Pas hapjes së kapitujve të negocimit me BE-n, u mendua se qeveria do të mbyllte rrugët e vjedhjes së fondeve publike, duke i dhënë fund korrupsionit me miq dhe klientët e kryeministrit Edi Rama dhe të ministrave të tij, por korrupsioni jo vetëm që vazhdon, por është shtuar. Këtë e dëshmojnë pazaret mes tre sheikëve të shëndetësisë shqiptare. Njëra është ministri e shëndetësisë Evis Sala, me pasuri të deklaruara rreth 5 milion euro. Dy të tjerët janë Klodiana Llojbeu i Spitalit Amerikan dhe greku Yanis Karathanu, përfitues të dy koncesioneve të dializës dhe laboratorëve, me vlera përkatësisht rreth 120 milion euro dhe 140 milion euro nga tenderet e shëndetësisë. Më 26 janar 2026, Ministri e Shëndetësisë Evis Sala dhe Drejtoresha Operatorit të blerjeve të përqendruara Arlinda Pogaj, në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, kanë mbyllur pazarin për një tjetër tender me vlerë të lartë financiare. Sipas njoftimit publik, Ministria Sala dhe Drejtoresha Pogaj i kanë dhënë kompanisë Evita SHPK të Klodiana Llojbeut, pronari i Spitalit Amerikan, dhe kompanisë Pegasus SHPK të Yanis Karathanos tenderin për blerjen e reagentëve për testimin e gjakut për agentët infektiv me vlerë 2.2 milion euro me TVSH. Tenderi është dhënë me ofertë dhe vlerë kontrate sa 99.99% e fondit limit, një praktikë e njohur në PPP-n e dializës dhe PPP-n e laboratorëve, ku Klodiana Llojbeu dhe Yanis Karathano kanë përfituar rreth 90% të tenderve gjatë 12 viteve pushtet të PS-s, logjik që tregon se përfitojnë edhe ata që i sajojnë dhe i firmosin tenderët. Procedura parashikonte që tenderi të jepej një kompani e pjesëmarrëse me një ofertë, por Ministri e Shëndetësisë Evis Sala dhe Drejtoresha Operatorit të blerjeve të përqendruara vendosën të shpallin fituese dy kompani, duke bashkuar në një kontratë Klodiana Llojbeun dhe Yanis Karathanon me nga 50% të fondit. Sipas informacioneve, bashkimi i tyre në një tepsi ishte i detyruar, pasi Llojbeu dhe Karathano ishin në rivalitet për ta marrë tenderin secili për vete. Pas ndërhyrjes dhe negocimit të ministres Sala, ta ranë dakord të ndanin kontratën 50% me 50%, duke përfituar së bashku vlerën 2.2 milion euro. Kujtohet se dy koncesionarët e shëndetësisë kanë lidhje direkte me kryeministrin Edi Rama, me urdhrin e të cilit kanë përfituar PPP-n e dializës dhe PPP-n e laboratorëve me vlera rreth 120 milion euro secila, si dhe miliona euro të tjera nga tenderet e shëndetësisë. Por Klodiana Llojbeu ka lidhje direkte edhe me kryeministren Evis Sala, e cila rezulton e punësuar rektore e universitetit privat Western Balkans University në pronësi të Spitalit Amerikan, me një pagë mujore prej rreth 15.000 eurosh. Këta aktor kanë gjetur terren dhe po përthithin miliona euro fonde shtetërore të shëndetësisë përmes tenderve dhe koncesioneve në pazare të drejt për drejta me kupolën e qeverisë. Skandali më i madh mbetet fakti se Klodiana Llojbeu dhe Yanis Karathano prej më shumë se 2 vitesh janë të kallëzuar në SPAK për aferat me PPP-n e dializës dhe PPP-n e laboratorëve, si dhe për korrupsion me tenderët, por deri më tani nuk janë çuar përpara drejtësisë.